Ndryshe. Moj Lela. Ajo Lela, la via bella, e ka ndruar frizin, e ka bo merela, doktor Flori. Je nga të vetmet që ke bërë disa rryma muzikore dhe të sukses me gjitha. Dhe po vazhdoj prap. Dhe vetmja. Dhe do të vinë të tjera. Do të vinë të tjera. Kush është këngëtare më e mirë se ty në Shqipëri? Këngëtare? Pëlqeu pyetja jote. Jo, po varet nga. Në fund të emisionit do vrasi. Ti mund të thuash dhe unë. Jo. Secili ka veçantinë e vet, domethënë Jo, për shembull, unë si aktor që të ndihmoj, për shembull, shoh një shfaqje dhe sa aktor i mirë ky është. Unë s'kisha bërë ta bërë kur rolin asaj. Rolin unë aty. nuk këndoj dot si Fatmira Berçani, unë s'këndoj dot si Eli Fara, unë nuk këndoj dot si Artiola Toska, unë nuk këndoj dot si Manjora Albani, unë nuk këndoj dot si Dafina Zeqiri, unë s'këndoj dot si e kupton, domethënë, gjithsecila nga këto artiste ka një veçanti, ka një unicitet që e ka krijuar Zoti ashtu. Dhe unë nuk bëhem dot. Dëgjoj, do zgjasim shumë me përgjigje, do të jesh më koncise se s'kemi kohë. Kemi shumë, kemi 20 pyetje. Kemi ke show jot këtu, që do kemi kohë sa duhet. Mua tani më këtu. Ka ndodhur herë që ke qenë do ti më shpejt. Ka ndodhur herë që ke qenë i dasëm? Po. E ka ardhur një dhe ka përshtytur dhe ka futur në ball. Ka me vërtet? Ka. Gjë që ka atë unë, është kjo gjë. Shumë i nat. Unë shumë keq. Po varet ça monedha ka qenë se pse vina. Jo, nuk është puna aty. Ti do të më respektosh. Se i 5000 e ballit. Ua, sa bukur, po ti ngrihet çik pazari. 100.000 e ballit. Jo pagesat e këto, aty duke kërcyer një. Po ç'është kjo ball? Mund ta fusi këtu. Ti, kështu. Jo, more. Maç male. Po skerdi aty? Ska lidhje me skerdin, është respekti për artiste, nuk ka. Po nuk ka. Ndodh rrallë, po kanë shumë rrallë. Okej, jo tani, jo në këtë fazë që jam. Atë Ku isha pak me voç. Salsano, ti ke qenë ke kjo dasma labe që... Po kam qenë i dasëm labe? Po. Po bëhet fjalë në 87-ën. Jashtën. Kam ndetur 4 orë dasëm, u këndua vetëm lapçe, asnjë gjë tjetër. Po. Ka dasma tilla akoma? Jo. Jo, special këtë. Jo. Po si mund të robi 4 orë lapçe, unë vdes për lapçen, ë? Më pëlqen shumë. Pavarësisht se jam nga Dibra me origjinë. Jo. Nuk ka. Jo, nuk kam më ashtu. Ndoshta në shtëpi kur mblidhen mbase. Lokal ka qenë. Po lokal jo. Aurela Gaçe. Jo tani jo më. Kush a ka një këngëtar? Më fal, mbahen, domethënë traditat mbahen, vinë grupe labe, këndohet e gjitha, po jo, tani jo nga fillimi në fund. Jo. A ka një këngëtare që të është lutur ty për një bashkëpunim dhe ti ka thënë jo? Jo, nuk kam thënë jo, po kam thënë më vonë. Dhe s'ka ndodhur. Po do ndodh. Nuk e ke smangur që i thosh më vonë edhe nuk do ta bësh. Ama hatashi, nuk i them gjitha. Kalojm te tjetra. Po pse nuk i thot gjitha ti? S'kam qef. S'më të qefi. Po do bëjmë një kështu, të bëj një lajm. Se kam qefin tim dhe nuk pyes asnjëri. Kush të ngren nervat muzikë ty? Kush më ngren nervat muzikë? Ata që nuk din të këndojnë. Sa shumë ga. Dhe çuditem them orë njerëzit, si ka mundsi nuk e dëgjojnë atë që dëgjoj unë. Por kam pyetur një profesor në Amerikë dhe më ka thënë që frekuencat e veshit të një artisti janë ndryshe me frekuencat e njerëzve që nuk janë, domethënë njerëzve normal. Edhe ne normal jemi, po është i stërvitur veshi me muzikën. Dhe kështu më ka thënë që ti dëgjon disa frekuenca të tjera. Që ata nuk i dëgjojnë. Po. Prandaj atyre duket normal. Ai lloj këndimi. Lela Gaçe vazhdon me palestrën kështu fort. Për ditë e bën? Ufa. Ashtu, po ku e gjen kohën? Me palestrën më fol mua. Do vjen aty? Ti e pas ditën sot. Edhe kjo palestrë. Unë të ngjuh vetëm në shama. Jo, sa në orën 10 të mëngjesit ka thënë çfarë po bën kjo në 10 të mëngjesit. Do të gjithë. Bukur fare. Po dieta mban apo? Atëherë një lloj regjimi. Regjim patjetër duhet mbajtur, ka momente që unë nuk mbaj regjim, domethënë më bën disa kohë që nuk mbaj regjim fare, por kam kuptuar që kur ti jep gojës, sa do të bësh palestër, domethënë goja është kryesorja. Po cili është një ushqim që ti nuk e heq nga menuja kurr? Tani në këtë moment. Byrekun. Tani në këtë moment të bardhat e vezëve se është protein. Po kjo duhet. Kurse pastaj nëse ka diçka që mua më josh gjithmonë është brumi. Brumi, po gjithë. Kulaç, byrek, pica, kështu gjëra është domethënë. U them çdo gjë që fillon me p. Është e mirë, është e mirë. Pul pilav.
Se jam e keqe. Pise e petulla. Ku s'ke mendet? Te partia. Moj, për këtë votosh ti? Po i bëj shpirti shumë. Me p, i kene pirë. La gace ke fobira, ke frikra? Po, kam. Ke? Kafshët, qend. Edhe I kam shumë, mbaroj fare. Fobi 1. Kam lartësit, i kam fobi. Motra ime binjake. Shpejtësinë në makinë kam avionin? fobi. Jo, avionin jo. Shpejtësinë në makinë kam fobi. Unë vetë jap shumë, jam shofere ngadalt. Me temperament që ke, çudi që je ngadalt. E po tash ti zoti diku të balancon. Do të balancon, është vërtet. Do kisha shkuar. Kush është kënga për ty kur ka qenë Artiola Toska për shembull këtu e pyeta unë për një këngë dhe më tha, tani për ty kënga më e bukur shqiptare që ti thua kjo është një nga këngët historikisht më e bukur. Fat Ka ka disa. shpresë marrë. Jo të tua, Jo të mia, ja, tash ja vazhdi, nëse do bëjmë freks gjithsesi për mua. S'ka marrë për atë punë. Paska se na pëlqen. Vazhdo ti thuaj. Na pëlqen fresu, nuk rrim me temperaturë gjithkohë. Ti vazhdo thuaj po jo. Ka shumë këngë të bukura. Nuk mund të veçoja, po për shembull është më erdhe në një kohë të dëshpëruar me dhimbje jon. Kur anije si fantazma në përdet me aventura klithni. Ka qenë dulzimi i Ardi Xhebresa atëherë në kompozime. Ose për shembull, ne jemi emri i vetjetës. Po këngë popullore. Këngë popullore ka plot. Një. Atëre unë do t'i qëndroj besnike polifonisë, sepse këngët popullore janë ato të kombit ton, janë tradita jon, por polifonia është e ruajtur nga UNESCO dhe kështu që unë për këtë mburrem gjithmonë edhe kur dal jashtë shtetit, domethënë ja u tregoj, ja u them. Nuk ka. A doni që Këngët e Sander Gjokës për shembull janë. Lere Sander Gjokës. Prandaj thash ka shumë. Mu tha në sytë mu tha në o djali në so o djali këto janë artë. Po, si u bëra, më si u bëra. Mishi kokën. Qëndisje, këto janë të qëndisësh. Tamam të qëndisësh. Tani kemi hyrë në rubrikën që Aurela Gaçe e ka surprizë. Pa një. Vërtet? Të të vishem unë. Ashtu është. O zot, jam e fatar për zotin, jam që nuk dis. I që kufjet. Në vend të fjalës seks, do vendosim fjalën këngë. Qyrqa. Po. Do më thënë ti përgjigju për këngë, po në fakt që mos ta përdorim seksin kaq shumë. Se nuk e themi do pyetje fjalën seks. Jemi dhe të martuar tash. Ashtu jemi të gjithë. Po pse jemi të martuar, jemi shumë mirë. Është publik i dashur, ta kanë faj. Është kënga gjë më e bukur në jetë? Edhe po. Ka raste po. Sa këngë numëron ti repertorin tënd në vite? O ti ja vash? Ta fillojmë që kur kemi filluar të këndojmë. Po që më ke filluar. Next. Në një këngë, kush ka më shumë vlerë, kompozitori apo këngëtari? Është bashkëpunim. Kompozitori mund të jetë aty, po pa interpretin. Pa interpretin nuk është se pastaj quhet uvertur. Orkestrale. Çfarë shjon më shumë? Duhet aty interpreti. Kësion më shumë në këngë ti. Si bën interpreti? Të hëngër të martja, kush i ka bërë këto pyetje? Ti je i poshtë. Kësion më shumë në këngë ti, introduksionin, strofën apo refrenin? Shpërthimi. Fundi, shpërthimi. Jo, në fakt ndonjëherë edhe strofa mund të jetë bukur, e kupton, varet.
O zoti ma do na bëjmë ne. Prandaj. Apo ky është qëllimi. Tani, pa sigurisht. Do të vishim shikoj. Ma ka, si ka mundësi sikur ma ndjente. Prema, zvishe vine. E të mëshme. Duetet kanë tjetër nivel, domethënë. Por dhe solo ka vlerët e veta. Këshion më shumë ti. Po duetet. Duetet, Po se e di pse se janë dy zëra. Dy zëra. Dy zëra. Edhe bashkëpunimi është më kështu. Karaktere të ndryshme. Kush të mbetet më shumë në mendje, këngët e qeta me tonalitete poshtë kështu, apo ato që shkojnë lart që kanë dhe ngjyrje pak kështu. Publiki i dashur, unë nuk kam faj. Salsano më mori në qaf. Po pyes për këngë. Tani komentet poshtë. Ju vjet tur. Jo, s'ka fare. E disa falsa ka kjo rubrikë. Elvana Gjata ka kaluar këtë. Alberia Dëgjone ka kaluar. Alberia Dëgjone. Si e njëjta. Thashë ma bët vetëm mua. Thashë ishte me të futur. Jo, përgjigjet janë të ndryshme, se vazhda përgjigja. Atëherë si ishte pyetja? Këshion më shumë, këngët janë të qeta tonalitet poshtë apo ato që shkojnë lart edhe kanë nevojë për pasthillma, për ngjyrë për shumë. Që shkojnë lart. Po Robi ka nevojë për të dyja këto Salsano, se ka momente që ti don çik qetësi. Është vërtet. Aurela Gaçe këndon për ditë? Po ti. Unë nuk di të këndoj. Kjo pëlqeu. Unë nuk di të këndoj. Ti që këndon, a këndon për ditë? Çfarë bën ti? Prezantoni. Prapë mikrofon ke punë. Ka qenë na dy me një për mua se më lëvizin e mikrofonit. Ka qenë ndonjë këngë që ka bërë qash gjatë interpretimit? Zakonisht i kam bërë të qajnë. Unë kam interpretuar, ata kanë qajnë. Ata kanë qanë. Opa. Që më gjeti? Si dallojmë ne një këngëtare ose një këngëtar? Publiku e kisha fjalën kur këndoj, unë e kuptoj qajnë ata. Në rregull, e kuptuam. Si dallojmë ne që një këngëtar apo këngëtare ditë këndoj mirë nga timbri, nga diapazoni që ka, nga lëvizjet apo nga mënyra si mban mikrofonin? Që ky është këngëtari i mirë, them. E po gjitha. Shiko, ka dhe këngëtar që mbajnë mikrofonin nga krau tjetër se nuk e din, domethënë e kupton që nga del zëri, kupton? Ka vetë. Kështu që besoj ajo duhet të jetë. Ai që bën mikrofonin, a? Po ta bëjmë këtë pyetje, më thot po ti. A më fjalë Ku të pëlqen të këndosh më shumë? Aha. Mua më pëlqen në dush për shembull. Po ty, Salsano. Mu më pëlqen më shumë makina, ti këndosh. Çfarë rubrike është kjo rubrike? Çfarë rubrike për këngë po flasim? Për këngë po flasim. Skuqa jam bërë ujë ndjerës. Ku të pëlqen më shumë të këndosh, Lari Llafet? Unë jam bërë martuar, kam namuz, kam një cip, kam një burr. Edhe në shtëpi. Po. Një, të fundit janë këto. Në hoqë kishtin e mesit nga mundi. Këta? Këta me në bëri mosh. Pikërisht të më të rënditi. Aurela Gaçe, ka ndodhur që në një duet partneri ka stënuar dhe ti ke thënë, unë nuk do këndoj kur më me ty. Nuk thuen të gjitha Salsano. E morën përgjigjen. Okej. Mirë, e fundit, çfarë do t'i sugjeroje këngëtarëve të rinj se si të punojnë me këngën dhe që të jenë suksesshëm? Jini vetvetja. Mos bëni sikur. Edhe çdo gjë shkon bukurie. Kjo ishte kapaku, ky ishte kapaku. Ky ishte kapaku dhe ky ishte një mesazh. I fundit, pyetje për programin dhe jemi në fund fare. Më lodhët. Çfarë do të më na kënaqë shpirtin u lodhe. Po ja kështu do jetë Dag Show. Vetëm jo pyetje kështu të tilla kështu me spec. Jo, më pse edhe këto kanë. Unë të ftuarit e mi nuk i ngacmoj kështu. Po pse të ftuarit e tu nuk këndojnë? Kur të vishti ta rregulloj unë. Më fut edhe gishtin në sy, po desha më nxit syrin. Miq të dashur, jemi në fund, bëhemi gati për Aurela Gaçe Show, i cili do të jetë një super spektakël 12 javë. Vetëm se duhet të themi që për momentin janë dhe shumë pak bileta për tu bler, ka përshtypjen, kështu që nëse doni ta shikoni live nda 13 aty do të kenë rastin të prekin live artistët, emocionin e gjallë. Nuk jam ajo Aurela e çmendur që nuk pushoj 3 orë, por jam një Aurel tjetër e çmendur që
që do t'i kënaq njerëzit, jam e bindur bashkë me të ftuarit e mi. Nuk e diskutojmë fare këtë gjë. Jam e bindur që do t'i kënaq, e di pse? E di pse e di? Pse? Po përballohem unë. Energjia vet Aurela Gaçe një dhe vet me skenës tonë. Faleminderit shumë. Teatr muzikor, mos u ngatroni, teatr muzikor. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishe, Faleminderit. Ta pacim borx edhe na nderove me ardhin tënde këtu. Faleminderit shumë, sidomos me përgjigjet. Si me përgjigjet. U kontrollove çik, po gjithsesi Salse, ne javën që vjen. Unë mendoj që kënga është gjëja më e bukur në jetë dhe unë do këndoj gjithë jetën derisa të kem fuqi. Of mo. Po unë e them çdo javë këtë kur këndoj. E keni vënë? Po e kanë vënë. Po, ashtu. Faleminderit për duart trokitin tuaj, unë do këndoj derisa të kem fuqi. Bravo ju qoftë. Mbyllë. Gjithë mirat zemër dhe shumë suksese. Shëndete çdo të mirë. Jemi në fund, do dëgjojmë javën që vjen, kemi ditë të bukura përpara, është 14 marsi, ballëkumet e Elbasanit, kafes gjithë kjo javë në Shqipëri, kështu që kalofshi gëzuar, ne dëgjojmë bashkë të martën që vjen. Puç deri. Natë.